Diplomatët do t'i nënshtrohen një testimi për aftësitë profesionale. Provimi për njerëzit që përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare është një nga përcaktimet e projektligjit për shërbimin e jashtëm, i prezantuar nga vetë shefja e diplomacisë Elisa Spiropali përballë shqetësimit të opozitës në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Në momentin që të gjithë diplomatët sot kanë marrë mesazhin e pasigurisë për vendin e tyre, pavarësisht viteve që kanë, performancës tyre të tjerë, do t'i nënshtrohen një komisioni administrativ, por i fusni përsëri vettingun. Vetting për të tërë, do thoshte kolegu. E quheni testim, e quheni vetting e tjerë. Kjo është një gjë që është e sigurt. Duhet t'i nënshtrohen një procedurë transparente, konkurruese dhe objektive rivlerësimi profesional, të bazuar në performancën në shërbimin e jashtëm. Sipas ministres Spiropali, ligji është një domosdoshmëri. Projektligji për shërbimin e jashtëm Republikën e Shqipërisë nuk është thjesht një përditësim teknik i një ligji ekzistues. Ai është një ndërhyrje reformuese që lidhet drejt për drejt me objektivin strategjik të Shqipërisë, antarësimin Bashkimin Evropian. Ndërkohë demokratët u interesuan për atë që e konsiderojnë si vetting në diplomaci, por edhe boshllëqet që vijnë nga largimi i tyre. Boshllëku që do të krijojë në shërbimin diplomatik, në shërbimin e jashtëm, me çfarë do të imbush. Jeni sigurt që qëllimi nuk është që diplomatët tanë të dalin jashtë sistemit, po t'u jepet një mundësi, të gjitha këto modalitetet do përcaktohen. Drafti u diskutua dhe në Komisionin për Politikën e Jashtme, ku u theksuan ngritja e akademisë, e cila nënshndrohet në një qendër të zhvillimit të karrierës dhe merr kompetenca për organizimin e programeve të kualifikimit dhe testimeve të detyrueshme periodike për të gjithë diplomatët, trajnimin e dedikuar të krerëve të misioneve përpara marrjes së mandatit dhe ofrimin e kurseve me pagesë për palët e treta.